nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë ka marrë vendim për ndalimin e importit të mishit të pulës nga Brazili për shkak të gripit të shpendëve. Kjo agjenci njofton se duke filluar nga sot, ndalohet përkohësisht importi i mishit të pulës dhe produkteve të tjera të shpendëve nga Brazili. Ky vendim është marrë si pasojë e shpërtimit të gripit të shpendëve në një fermë komerciale në shtetin Rio Grande të Brazilit, i konfirmuar me datën 16 maj të këtij viti nga autoritetet braziliane. Në vendim theksohet se synohet mbrojtja e shëndetit publik dhe parandelimi i përhapjes së mundshme të sëmundjes në territorin e Kosovës. Ministrja në detyrë e ekonomisë Artane Rizvanolli ka njoftuar se qeveria është në fazën përfundimtare të hartimit të një skeme të re mbështetëse për prodhuesit vendor, me qëllim që t'i ndihmojë ata të përballen me sfidat e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike. Kjo skem po zhvillohet me mbështetjen e Agjencisë Luksemburgase për zhvillim dhe do të përfshijë izolimin e ndërtesave, sistemet solare fotovoltaike për prodhimin e energjisë, sisteme diellore termike për ngrohjen e ujit, bateri për ruajtjen e energjisë nga sistemet polare, si dhe rregulator të fuqisë reaktive që ulin konsumin dhe rrisin eficiencën e pajisjeve ekzistuese. Në anën tjetër, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë ka njoftuar se ka paraqitur para kryeministrit dhe ministrës në detyrë të ekonomisë të gjitha nenet e ligjit për energjinë, të cilat po shkelen me vendimin e marrë nga zyra rregullatorit të energjisë për liberalizimin e tregut të energjisë. Kryetari i Kuvendit të Dhomës së Tregtisë, Hamdi Malushaj, ka thënë se ZRE nuk ka bërë një analizë të thelluar financiare për këtë proces. Madje ai ka thënë se ky vendim i hedh bizneset në rrugë, duke i lënë në mëshirën e Ketësit. Malushaj ka bërë thirrje për krijimin e një komisioni qeveritar për auditimin e këtij vendimi. Sipas tij, bazuar në një analizë të përafërt të bërë ofertave të ofruar nga Kesko, çmimi aktual po rritet në 264%. Edhe shefja e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka reaguar lidhur me liberalizimin e tregut të energjisë, duke thënë se ky proces rrit faturat deri në 260% për rreth 1300 biznese. Bajrami ka thënë se kërkesa e bizneseve është që vendimi për liberalizim të tregut të energjisë të shtyhet për një vit. Ajo ka thënë se nesër në orën 14 i ka ftuar shoqatat e biznesit, ZRE, Autoritetin e Konkurrencës dhe Keskon për të argumentuar se tash për tash nuk mund të bëhet liberalizimi i tregut të energjisë pa konkurrencë në treg. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka marrë pjesë në vënien e gur themelit për objekte të banimit të përballueshëm social në Podujev, ku do të ndërtohen 133 banesa për çiftet e reja dhe grupet e cënueshme. Ai është pyetur nga gazetarët lidhur me bllokadën për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, por Kurti deklaroi se për ato çështjet e tjera flasin në Prishtinë e në Podujev janë për banim. Kohëzgjatja e punimeve për banimin e përballueshëm edhe social është 3 vjet, duke filluar nga tani, dhe ky është një lajm i mirë për Llapin. Siç e tha dhe zëvendës ministri Raka, prej 38 komunave vetëm 13 kanë aplikuar për banim përballueshëm edhe social. Është për të ardhur keq, meqense çiftet e reja, prindrit vetushqyes, anën banë Kosovës kanë nevojë për banim të përballueshëm edhe social. Me këtë rast, ne po dëshmojmë që më e madhe është oferta e qeverisë sesa kërkesa e komunave. I bie që parafërsisht prej 3 komunave, vetëm njëra prej tyre kërkon, aplikon banim përballueshëm dhe social, ndërka që 2 prej tyre nuk e bëjnë këtë gjë. Fatmirësisht, Podujeva e ka bërë aplikimin dhe tash po e fillon realizimin. E për ato çështjet e tjera të bllokimeve janë në Prishtinë, ne jemi për ndërtim këtu. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka takuar ambasadorin e ri të Italisë në Kosovë, Maurizio Antonini. Gjatë këtij takimi,
është diskutuar për zhvillimet politike në vend, sfidat aktuale dhe perspektiven euroatlantike. Abdi Gjiku e ka njoftuar mbi qëndrimet e fundit të LDK-s mbi krizën e pa precedent politike në vend, siç e ka quajtur ai. Ndërsa kreu i LDK-s ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim të ngushtë institucional me ambasadën italiane dhe përfaqësuesit e saj diplomatik. E kur jemi të ngërçi politik, pas 18 tentimesh të dështuara, nesër Kuvendi i Kosovës do të bëjë përpjekjen e radhës për konstituimin e legjislaturës së 9. Seanca është thirrur nga ora 11. Kryesuesi Avni Dehari edhe në seancën e fundit kërkoi që seanca të vazhdojë çdo javë, jo çdo 48 orë, por një gjë e tillë nuk mori përkrahje. Ligjvënësit refuzuan edhe formimin e komisionit për mbikëqyrje të votimit të fshehtë për pozitën e kryeparlamentarit. Trupat e aviacionit amerikan, zviceran dhe hungarez kanë fluturuar të martën mbi kampin Bonstill. KFOR-i ka theksuar se fluturimi u bë me caktimin e komandës rajonale. Misioni paqëruajtës në Kosovë përsëriti thirrjen se është për ta zbatuar mandatin e tij për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët në Kosovë. Një aksident me fatalitet ka ndodhur mbrëm në fushë Kosovë, ku një 27 vjeçare dhe një 17 vjeçare kanë humbur jetën si pasojë e lëndimeve të marra. Policia njofton se aksidenti ka ndodhur pas orës 22. Drejtuesja e veturës e po ashtu edhe pasagjerja janë dërguar në CKUK, ku nga mjekët është konstatuar se të dyja kanë ndërruar jetë, thuhet në njoftimin e policisë. Ndërkohë rasti i foshnjës të sapo lindur, e cila u gjet dje pa shenja jete brenda një qese në një deponi mbeturinash në Matiqan të Prishtinës, po hetohet. Lidhur me këtë rast, policia ka konfirmuar se po i vazhdon hetimet, ku ende nuk dihet se kush qëndron prapa këtij rasti të rënd. Në raportin 24 orësh të policisë theksohet se trupi i foshnjës është dërguar për obduksion. Një qytetar kishte njoftuar për një foshnjë të braktisur. Në vend ngjarje ka ndalë njësitet përkatëse policore dhe ekipi i emergjencës, ku mjeku ka konstatuar vdekjen. Me vendim të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Rasti po hetohet nga njësitet relevante, thuhet në njoftimin e policisë. 14 persona janë arrestuar për përfshirje në vepra penale, organizimi lojrave të fatit e armbajtje pa leje. Policia ka njoftuar se ka realizuar një operacion të gjerë në rajonin e Prishtinës në funksion të luftimit të veprimtarive të kundërligjshme që ndërlidhen me organizimin e skemave piramidale dhe lojrave të fatit apo bigjozit. Sipas njoftimit të policisë, në 25 lokale janë kryer kontrolle të detajuara. 7 prej tyre janë mbyllur për mungesë të dokumentacionit përkatës. Janë iniciuar gjithashtu 10 raste penale, janë evidentuar shënime zyrtare dhe raporte operative që lidhen me vepra penale të ndryshme, si organizimi i lojrave të fatit, posedimi pa autorizuar i substancave narkotike, armbajtje pa leje, kultivim, përpunim dhe shitje e substancave narkotike. Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar se ka ngritur akt akuzë lidhur me veprat penale të vrasjes së rënd të mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje për një rast që ka ndodhur në muaj janar të këtij viti. Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së akt akuzës i ka propozuar gjykatës që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre të pandehurit për veprat penale për të cilat akuzohen të shmallën fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. Policia Kosovës është në kërkim të një të dyshuare për vjedhje. Rasti ka ndodhur me datën 5 janar të këtij viti në një qendër tregtare në Graçanic, derisa policia ka publikuar imazhe të dyshuares me qëllim identifikimi. Policia ka kërkuar nga qytetarët bashkëpunim me qëllim të identifikimit dhe arrestimit sa më të shpejtë të saj. Izraeli po vazhdon me operacione në rripin e Gazës përderisa vendet perëndimore i kërcënohen Tel Avivit me sanksione nëse Izraeli nuk ndalon ofenziven momentale në Gaza.
Forcat izraelite kanë vazhduar me operacione ajrore dhe toksore në pjesë të ndryshme të rripit të Gazës. Sipas njoftimeve nga territori, gjatë natës së kaluar, si pasojë këtyre operacioneve janë vrarë së paku 60 palestinez dhe mbi 100 të tjerë janë plagosur. Gjithashtu është raportuar se Izraeli ka urdhëruar banorët e Khan Yunis të largohen para fillimit të sulmit të paprecedent, i cili pritet të fillon së shpejti. Ndërkohë, krerët e Britanisë së Madhe, Francës dhe Kanadas kanë thënë se do t'i vendosin sanksione Izraelit në rast që nuk ndalon operacionet në Gaza. Përderisa 22 shtete tjera i kanë bërë thirrje Tel Avivit të lejon ndihmat humanitare të hyjë në rripin e Gazës, ku përveç luftimeve dhe sëmundjeve, popullata civile po ballafaqohet edhe me uri pas më shumë se 80 ditëve të blokadës. Gjithashtu, më shumë se 760 ONG dhe grupe humanitare kanë nënshkruar një peticion ku i kanë bërë thirrje botës që ta thënë blokadën humanitare dhe të lejon ndihma të hyjë në territor. Por kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu duket se nuk po ndikohet nga presioni ndërkombëtar. Ai deklaroi se forcat izraelite do të vazhdojnë me zbatimin e planeve të deritanishme për marrjen e kontrollit të plotë të rripit të Gazës, duke shtuar se zgjerimi më temi i ofanzivës toksore është e vetmja mënyrë në të cilën Izraeli do të vazhdon në Gaza. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe pëlqeni edhe në rrjetet sociale. Aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në webfaqen rtglive.com. Ne ju falenderojmë për vëmendje, do të takohemi në edicion në orës 15 me informacionet më të reja. Mirupafshim.